Rayo Vallecano, skuadra ku aktivizohet Ivan Balliu, e ka nisur javën në një mënyrë të mbushur me ngjarje. Skuadra spanjolle, e cila pas pushimit që trajneri u kishte lënë pasi fituan me Hetafen, kishte planifikuar stërvitjen e radhës në qendrën stërvitore. Por askush nuk u stërvit paradite sepse sipas klubit qendra stërvitore ishte grabitur. Nuk bëhej fjalë për arsye sportive, por për vjedhjen e materialeve të ndryshme të ekipit të parë si këpucë dhe pajisje të tjera të cilat ishin marrë në ditët e mëparshme kur ekipi ishte pushim. Lojtarët e Vallecanos, përfshirë këtu edhe Ivan Balliun, protestuan pas grabitjes. Arsyeja ishte e qartë. Diçka e tillë ndodh për herë të tretë në qendrën stërvitore dhe skuadra ka thënë mjaft më duke kërkuar më shumë siguri nga klubi pasi nuk e konsiderojnë normale atë që ndodhi. Ata nuk u stërvitën në mëngjes dhe seancën e shtyn për në mbrëmje. Ekipi pësoi vjedhjen e 60 palë këpucëve, ndër të tjera edhe pajisje sportive. Kjo çoi në një takim midis kapitenëve dhe stafit të trajnerëve të Inigo Perez dhe David Cobeno. Lojtarët përfunduan duke kërkuar pranim personale të presidentit për t'i kërkuar atij të rriste sigurinë në ambientet e stadiumit. Mbetet për t'u parë nëse Rayo do të ndërmarrë veprime për t'u siguruar që kjo të mos ndodhë përsëri këtë sezon apo në sezonet e ardhshme. Sa i përket Ivan Balliut, ai ka luajtur në 21 ndeshje në këtë sezon me Vallecanon, duke u alternuar në krah me rumunin Rakiu. Ndërkohë në ekipin kombëtar ka qenë ai që është zgjedhur titullar nga Silvinho në sfidat e fundit.